Takimi i zhvilluar në Prishtinë ku kongresmeni Self po qëndronte për vizitë zyrtare, shërbeu si një tribun për studentët shqiptar nga Maqedonia e Veriut, që të denonconin përpjekjet institucionale për zhbërjen e arritjeve të 2 dekadave të fundit. Mevlana Ademi theksoi përpara zyrtarit amerikan se rinia studentore po përballet me tendenca që prekin barazinë dhe dinjitetin kombëtar. Ndonse takimi nuk prodhoi hapa konkret të menjëhershëm, vëmendja e treguar nga kongresmenët dëshmon se kauza e studentëve tashmë ka kapërcyer kufit rajonal. Sipas Ademit, ky takim ishte rezultati një komunikimi të vazhdueshëm me diplomatët e SBA-s për të informuar mbi çdo aktivitet të lëvizjes. Menjëherë pas takimit, Mevlana Ademi ndau me ndjekësit në rrjetet sociale mesazhin e prerë që i përcolli delegacionit amerikan. Lëvizja jon studentore sot pati nderin të takohet me kongresmenin amerikan Keith Self. Gjatë takimit patëm mundësinë të paraqesim drejt për drejt shqetësimet tona lidhur me përpjekjet për cënimin e të drejtave kushtetuese dhe ligjore, të fituara me shumë sakrificë për gjatë këtyre 20 viteve, përmes marrëveshjes së Ohrit. Theksuam qartë se studentët nuk do të pranojnë kthimin prapa në çështje që prekin barazinë, dinjitetin dhe të drejtat dhe identitetin ton kombëtar. Çdo përpjekje për të zhbërë frymën e bashkëtesës dhe barazisë do të krijonte pasoja serioze për vendin dhe të ardhmen tonë të përbashkët euroatlantike, shkruajti Mevlana Ademi. Betejë e studentëve shqiptar për provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe është bërë simbol i rezistencës së tyre aktuale. Prej javësh, kjo lëvizje ka organizuar protesta në Shkup dhe ka marrë mbështetje deri në Tiranë, duke kërkuar që gjuha shqipe të respektohet në çdo nivel të drejtësisë, ashtu siç e parashikon ligji. Problemi është të thelluar nga blokada institucionale. Së fundmi, Ministri i Drejtësisë, Igor Filkov, refuzoi publikisht kërkesën për provimin në Shqip, duke pretenduar se kushtetuta nuk duhet të interpretohet politikisht. Ky qëndrim shihet nga studentët si një test për ligjin dhe përgjegjësinë institucionale në Maqedoninë e Veriut, duke e konsideruar mospërdorimin e gjuhës shqipe në jurisprudencë si një shkelje e hapur e frymës së marrëveshjes së Ohrit. Ndërsa nga kërkesa për provim të jurisprudencës në gjuhën shqipe, studentët tani më kërkojnë zbatim të plotë të ligjit për përdorimin e gjuhëve dhe këtë ndryshim në kërkesë e bën pikërisht para protestës së fundit që ishte masive në numër.